njoftë më tjen? Unë e njohja nga fytyra. Nga fytyra, so isha te videoklipi i Letrit. Tani u fillua ai kush je ti. Tani u fillua. Tani vazhdojmë tani me pyetjet. Pyetja tjetër është e Noarës. Noara. Mos jeni gjë motra ju të dy, se i keni sytet dhe flokët një lloj. Do bësh motra ime ti? Njësoj fare jeni ju të dy. Ma bëj pyetjen tani. Hajde njëra do kit dorë trokitë ta mbajmë. Duke ulur fustanin, duke e ngritur do të vi pyetja. Kështu që e kuptova që je pak në siklet, po. Erdhi pyetja. Erdhi, shumë mirë, hajde. Unë kur kam turp, unë skuqe. Po ti çfarë do bë të skuqesh? Po prandaj, rrove pyetjen ti se kishe turp, po ti thuaj. Mua më bën të skuqem kur më bën ju pyetje të vështira, nuk di, nuk i përvalloj dot. Si ke qenë në fëmirin tënde? Ti ke qenë çapkëne, ke qenë Unë në fëmiria keta introvert, si thuhet? Introverte, kam qenë një fëmijë shumë e mbyllur në vete, shumë e turpshme, se prisa askush që unë do bëhesha një njeri që punonte në televizion në të ardhmen, as si do kisha kaq shumë shoqëri, se unë kam qenë e mbyllur në vetvete, vetëm lexoja, vetëm pikturoja, edhe bëja shumë, nuk e them për të mburur, po e them që të dëgjoni dhe ju, mësoja shumë. Rria mbi libra gjithkohës. Bravo, dhe vazhdon? Të lexosh libra, të dhurosh libra dhe thua që dhurata më e bukur është një libër apo jo? Sepse kur lexon shumë bëhesh shumë i suksesshëm. Në jetë duhet të jesh shumë i lexuar, të studiosh shumë dhe të kesh shumë sukses. Ryan, është rada jote. Dea, do njëherë njerëzit mësojnë gjëra të mërzitshme për syzet. Çfarë? Gjëra të shtu të keqe më shajnë. Vërtet? O sa keq më vjen, po pse ta thon këtë njerëzit këtu? E di babi jot. Shiko, e diti që edhe unë kur kam qenë e vogël kam pasur syze. Kështu si ty fiks. Vërtet? Po, kam pasur syze si ti. Edhe mua më thonin se fëmijët nuk i kursejnë gjërat. O teleskop, o 4 fenersh. Ti gjitha mi thonin. Po mua më thonin mami dhe babi që përpiqu të mos e marrësh me të keq, merre me shaka, merre me të qeshur, kaloje, mos qaj, mos e vrit mendjen, ktheja dhe ti thuaj nuk jam ashtu, por mos u mërzit asnjëherë dhe mos e mbaj mendjen aty, sepse jeta ndryshon edhe ti do rritesh dhe do shohësh që do jesh shumë i suksesshëm. Di çfarë kam vënë unë Alketa, që fëmijët që ngacmojnë ose që bullizohen më shpesh janë fëmijët më të veçantë, ata që kanë një dritë brenda vetes, ata që janë më të talentuarit, më të zgjuarit, shoqëria i ngacmon më tepër. Pse? Se janë ndryshe, po kur je ndryshe, ke shanse që t'jesh shumë i suksesshëm në jetë. Dea, e di çfarë i thuaj ata që më shajnë? Çfarë? Dea, e di si i thuaj ata që më shajnë? Zonja Llapa. Sa të këqinj janë. Ajo nuk i kemi qef ata, nuk i dua fare ata. Do të thotë që i flet goja përpara mendjes, okay? E thën ndryshe. Po ti e di që mua një vajzë Alketa një histori. Unë një vajzë si më bullizonte kur isha e vogël në shkollë, më bullizonte kështu, bëj grup dhe me shoqet e tjera që të më ngacmonin mua. Kur u rita unë e pash në një vend që na kishin ftuar të dyjave, edhe unë isha bërë famshme. Erdhi më kërkoi foto, më tha Dea, mund ta bëjmë një foto bashkë, më mban mend ne kemi qenë në klasë bashkë. I thash unë, çfarë ti thoya të mbaj mend, më ke nxirr jetën, i thash. S'të mbaj mend, po foton e bëjmë. Mirë ja bëra. Edhe kështu, e shikon si vjen jeta. Pra në të ardhmen ata mund të kërkojnë një foto me ty. Bota është rrotullojt portokall. Zora autografin. Prandaj nxorën autografin, po që një ditë kur ti bëhesh i famshëm ti japësh firma për fansat e tu. Ata që dikur të kanë urryer mund të jenë fansat e tu një ditë, okay? Okej. Mamoj Noara. Të këndin këngë. Ta këndosh me zemër këngën ti. You're my heart, you're my soul. Yeah, I feel there. Everywhere I go. You're my heart, you're my soul. Bravo, sa këngë të bukur raditimi. Ajo e ka repertorin, ai mund të bëj koncert recital. You're my heart, you're my soul. Yeah, feeling there love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Sa bukur këndon ti. Ti do bësh këngëtara më e famshme në Shqipëri. Jam bërë këngëtare. Je bërë, po do bësh më e famshme në Shqipëri. Po. Edel, kush Edel?
Ja ku jam. Ja ku jam. Unë do të jem si Elcat e Frozen dhe të ngrish çdo gjë kur mërziten. Po ti, qa super fuqi do të doje të kishe? Unë do doja të kisha një superfuqi që të fluturoja dhe të shikoja botën nga lartë si një zog i lirë, pas një përgjegjësi do ishte shumë bukur. Ti qa do kishe një gjë që do doja ta ngrije tani me shkopin tënd magjik? Për mua që ti lexoj mendjet e të tjerëve. Të tjerëve? Kuj do t'i lexosh mendjen ti këtu? Shoqeve të mia që më flasin keq apo më flasin mirë për mua. Okej, shumë mirë, më pëlqen. E ke menduar ndonjëherë që Zoti di biseda që ne nuk i dim. Prandaj ndonjëherë po ndoshta na ngre diga që ne vetë kemi kujdes. Ndoshta është më mirë që ca gjëra dhe mos i dim. Ndoshta është më mirë që fjalët e këqijat mos i marrim vesh, ti injorojmë dhe të vazhdojmë punën tonë se ecën më mirë ashtu. Po është fantazi e bukur shumë kjo, të dish lexosh mendjet e njerëzve. Është një personazh që quhet Flet Stanley, Stanley Shesht. E ka lexuar ndonjëri librin e Flet Stanleyt? Që bëhet si fleta i Stanley dhe futet poshtë dyrëve, futet në valixhe, s'ka nevojë për pasaportë dhe për viza. Nuk e di sa është librin unë. Si theti ju? Nuk e di para të prallën unë. Nuk e di atë prallën, po ja mami dhe babi e lexuan tani. Stanley Shesht quhet ai, dhe Stanley nga që ishte si flet futej kudo. Ishte deportonte kudo, ashtu siç do ti të futesh te koka e njerëzve, te mendja e njerëzve e del. Që lexoj të librin se ky personazh i pikërisht të pumbante. Nuk e kam të keq që ta isha zero. Ai s'futet tamam te koka e njerëzve, po futet te igeta e tyre dhe dëgjonte ato gjëra që nuk i dëgjonte kur ishte mbas dere, kështu që ndonjëherë është bukur ta zbulosh, ndonjëherë është më mirë mos e dish në fakt fare të vërtetën. Kush e ka radhën tani? E ka radhën e Delit. Pyetja tjetër do bësh, jo Amaris e ka pyetjen tani për ta bërë. Mami Amaris. Un kam një shok imagjinar që më këshillon çfarë të bëj. Po ti ke ndonjë shok imagjinar? Unë nuk jam rritur me shok imagjinar. Jam rritur në një familje shumë të madhe, në një shtëpi shumë të madhe, ku jetonim me shumë njerëz, por mua mbi të gjitha më kanë rritur gjyshi me gjyshen. Dhe këtë nuk e kam thënë, por ata mua më kanë rritur dhe më kanë mbajtur aq shumë sa të gjithë njerëzit në lagje kujtonin se unë isha vajza e gjyshes. Dhe unë gjyshes i thoya mami dhe mami tim flisja në emër. Dhe dua ta përshëndes gjyshen time sot, e cila ka ditëlindjen, edhe dua ta falenderoj shumë për çdo gjë që ka bërë për mua. Je gruaja më e mrekullueshme. Gjyshja jote. Edhe një do na këndosh një këngë ti këngë gjyshes, të sa e këndon, sa asnjëherë s'e ka dëgjuar publiku që të këndosh. Gjyshja jote. Valentina e ka emrin shumë të bukur. Valentina emër të bukur shumë paska. Kore, do uleni juve? Uleni më njërë, do përshëndesni gjyshen tuaja, gjyshen e Dea, se përshëndet vetë Dea Valentinën. Shkeni tani që u emocionuat ka shumë u gëzuat. Dhe që pris do këndojmë një këngë për gjyshen, për të gjitha gjyshet, dhe për Valentinën dhe për gjyshen tuaja. Po. Të këndojmë këngën e gjyshes pak? Po, ta këndojmë të gjithë. Në refren direkte? 3, 2, 1. I ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarje na tregon, e lehtë dore saja, li kryen e kraton. I ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarje na tregon, e lehtë dore saja, li kryen ledhaton. Për të gjitha gjyshet dhe për të gjithë gjyshrit, lumë ata që i kanë jetë edhe që rriten me dashurinë dhe mençurinë e tyre. Në çdo thinj dhe në çdo rrudh, një gjysh dhe një gjyshe duhet të meritoj një falënderim për përvojën e jetës që ndan me nipat dhe me mbesat. Nënat e gjyshrit e kësaj republike, ju përshëndesim dhe ju putim edhe kjo është faza më e bukur e jetës ku çdo njeri meriton që të jetë me sa më shumë nipër e mbesa e fëmijë. Do doja që të jepni vetëm pak momente publicitare tani dhe të themi me pjesën e dytë të intervistës. Kilogram sheqer, shërbet dhe ëmbëlsi do të vazhdojnë të furnizojnë televizionin Klan tani me fëmijët dhe Dean që është vërtet e ëmbël. Na ndiqni pas pak.